khajrihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Khajri edhe sherri, e mira edhe e keqja, vinë vetëm prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Shpesh herë në jetën njerëzore dhe jo rrallë, ne gjikojmë gabimisht. Na duket sikur një vepër që neve po e kryejmë është e keqja, është sherr, apo një situatë në të cilën kemi rënë është sherr, dhe fundi i asaj situate është e keqe, sikundër që ndodhet edhe ana sjellta, mund na duket të hajër, me përfundimi i saj është sherr. Historia njerëzore është e mbushur me raste të tilla kur a nis për sherr dhe i ka dalë hajër, apo që është nis për hajër dhe i ka dalë sherr. Prandaj çdo zemër muslimani dhe muslimaneje nuk duhet të demoralizohet, nuk duhet muslimani dhe muslimaneja të kalojnë në pesimizëm për çdo lloj problemi që i lindën në jetën e vet, se është një Zot si për nesh, që ai kujdeset për ne. 300.000 bodyguard me avun mas vetës dikujt nuk mund ta mbrojnë nëse Allah fuqi plot ka vendos për ta ndëshku apo për të ndrujë jetën e kësaj. Një herë një kohë, një tregtar është nis për me shku me bot tregtim në një vend tjetër, merrte mball me një shtet dhe shkonte e shiste në vendin e vet. Dhe kur po merr mall me shumicë dhe duhet të me kalu detin për me shku tek vendlindja e vet për me e shit, çon Zoti një stuhi të paparë. Çon Zoti një rrebesh të jashtëzakonshëm. Stuhi e tufan, dhe ata në momentin që dallgët veç mua po e përmbysin anijen, vendosën një me tjetrin që ta paksojnë peshën e anijes. Të hudhin në det mallin apo plaçkat tregtarët të ndonjërit prej tyre. Dhe e para që shkuan, thanë po hedhin plaçkat e këtij që nuk e njihnin. Ishte një tregtar i ri që nuk e njihnin. Ky u përpoq t'i ndalon datën, duke u thënë atyre se juve po bani pa drejtësi. Nëse është për të hedhur plaçka tregtare, secili po hedh nga një thes me plaçka. Jo vetëm të mijat, ata atyre udhimsej pasuria e vet, plaçka e vet tregtare, dhe tha ne e morëm vendimin, prandaj do të hudhim vetëm tuajat. Në këtë moment kur hudhën duke hudhur plaçkat e këtij, ki po domadonte dhe po luftonte me to për të mbrojtur plaçkat e veta, dhe morën edhe e hudhën edhe këtë. Në momentin që ky ra ndet, së bashku me plaçkat, deshi Zoti u kap, kishte marrë disa rafte, për të bërë edhe rafte për me vendosur plaçkat e tregtisë, kapët në një raft, në një dërras, edhe pak lodinte dhe deshi Zoti fuqiplot, nuk vonoi gjatë tufani për të ndalë, edhe ky përfundimisht me not, duke u mbështet mbi atë dërras, doli dhe përfundoi në një ishull i pabanueshëm. Kërko këndej dhe kërko andej më zgjen ndonjë njëri tjetër absolutisht tjetër. Aty ngeli për ditë të tëra, edhe filloi të vrisë zogj që më ushqi sa më mbaj shpirtin gjatë. Duke e pasë ngeli dhe asnjëri nuk e ngjonte, edhe ki thot tashmë po e pranoj caktimin e Zotit, ka derin që Allahu ka shkruar për mua, dhe filloi të ndërtoj një kacolle me drunj, me kulme që mbastan leve, duke i lidh ato, e ndërtoj një kacolle me fut kokën që ku të bjerë shi, të mos i bjerë shiu mbi trupin e tij. Nuk vonoi gjatë, një natë prej netësh, ky ka ndesh zjarrin për të përgatitur ushqim për vete, edhe e ka harruar zjarrin ndesë, një ndër këshillat e pejgamberit alayhis salam, është që kur të bëjmë gjumë, mos bëjmë gjumë pa shuajtur zjarrin. Apo dritat elektrike që kanë dalë sot.
apo me heq nga prisa, për arsye me mënjanu rrezikshmëri. Ky e ka harruar zjarrin ndezur edhe në mes natës ka dalë gjumi sepse kishte marrë flak kasollja, gati duke u asfiksu, me njëherë del jashtë, ngren duart larg nga qielli tek i madhi Zot, aman o Zot. Malli i tregtisë më humbi, mua më hudhën det. E përfundova në këtë ishull pa njerëz dhe pa gjallëri, pa jetë. Ndërtova një kasolle për ditë të tëra, edhe kjo më doq, edhe duke lutu, duke të rritu duar nga Zoti, Xheleshanuhu ve Xhelle Xhelaluhu, e kështë zonë gjumi. Kështë flet 2-3 orë dhe i del gjumi nga zhurma e disa njerëzve. Kur fshin sytë dhe shikon nga vjen zhurma, doli përpara dhe duke i thirrë këta njerëzit, e tha mos u mërzitni se ne jemi drejtuar për këtë. Po juve kush ju tha që unë banoj këtu i vetëm unë këtë ishull? Tha po a nuk e ndezët i zjarrin? Ne duke kaluar natën me vapor me anije, pam një zjarr të ndezur, e dinim që ky ishull është i pabanueshëm, pas ka përfunduar ndonjërin këtë ishull dhe menduam se qëllimisht e ke ndezur zjarrin ti me qëllim për të na dhënë shenjë se kërkon dikush në ndër. Dhe në mbas të zjarrit kemi ardhur te ti. Shikon pra hajrihi wa sharrihi min Allahi Ta'ala. Ai ndezi zjarr, ai qau gjithë natën pse u doj kacollja, ajo kishte qenë hajër që vinë edhe e mbarin këtë. Dhe kur u tregoi historinë apo pas ka qenë akoma më fat, sepse ajo anije tregtarash ka përfunduar tek piratët, edhe e kanë marrë gjithë mallin aty në tregtarë dhe ato duke reaguar për të mbrojtur mallin e tyre i kanë vrarë. Kush ka qenë ata anije? Gjithë kanë përfunduar të vrarë. Allahu Akbar. Kjo është Zoti. Në momentin që ti humb çdo lloj shpresë, është një Zot mbi ne që e ndryshon situatën 100%. Ndodh në momentin kur neve i nënshtrohemi të madhit Zot, edhe i nënshtrohemi kaderit të madhit Zot subhanahu wa taala. Prandaj një ndër kushtet e besimit është të besuarit edhe në kadan dhe kaden e të madhit Zot, dhe të besuarit se çdo gjë hajrihi wa sharrihi min Allah Ta'ala. Hajri dhe sherri janë vetëm prej të madhit Zot, që i qofshin fal. O vëllezër besimtar, jeta është shumë e shkurtër. Aq e shkurtër sa mendja nuk ta pret. Neve jemi sot këtu duke falur këtë xhumë. Jemi në muajin prill të vitit 2025. Sa vëllezër janë zënë, e kanë shkuar në Shambat, apo kushërinj që kanë shkuar në Shambat, për një pëllëm tokë. Sot ata janë varrosur, ato janë kalbur, i ka tetur dheu, dhe kanë shkuar me u ballafaqë te Allahu, pse kanë vrarë njëri tjetrin. Ku e lënë atë tokë? A jemi sot në prillin e 2025, gjithë bashkarisht? Në prillin e 2125-ës, as unë dhe as njëri prej jush nuk do të jemi ma as në kënd xhami dhe as mbi tokë. Edhe ata që kanë lindë dhe kanë jetu në prillin e vitit 1925, as njëri prej tyre ma nuk është mes nesh. Të gjithë i ka hangër toka. E kur ta mendojmë këtë, se qenë kemi të bitë e vdekjes, edhe jeta jone pasosur është vetëm ahireti, të mbajmë shpresat e madhi Zot, të mos konfliktohemi, të mos zihemi vëlla më vëlla për një pëllëm tokë, se vallahi billahi tallahi këtë pëllëm tokë kemi e lanë këtë dunja dhe asgjë nuk kemi mbarë ma për vete. Por ta përfundojmë jetën me ato çka duhet me përfundu. Po me çka duhet me përfunduar hoq? Nëse i lumi Zot do të na thonë të neve, si që jemi neve këtu, do të i thonë të dikujt, ke dhe 5, jo dakika, jo minuta, po ke dhe 5 sekonda jetë. Kërkoj Allahu çfarë dush ka më të dhënë. Çfarë do i kërkoj ti?
Apo çfarë do i kërkoja unë? Unë për shembull do i kërkoja para. E çdo të më hinin punë. Miliarda, lira për qiell dhe më mbrapa. Me arkat me florin, me diamant. A ja kërkoj Allah në këtë 5 sekondësh këtë? Kurja, që më hinë punë mua. A do i kërkoja Allahu Dhul Xhelal një vetur luksoze, një makinë tipit fundit? Çdo të hinte në punë. Për çka? 5 sekonda jetë. A do i kërkoja Allahu të famë, që t'jemi famshëm, t'jem me reputacion, me kredibilitet, me influencë? Ç'të duhet famë? 5 dakika, o vëlla, 5 sekonda midis. Kërko 5 sekonda ç'a dush. E për këto 5 sekonda, edhe secili prej nesh duhet i mbarë sikur janë 5 sekonda të fundit. Secili, bir sekondën e fundit nuk e di me kemi të garantuar. Çka duhet të thojë në këtë moment, që se Allah do të na thotë, ha thuaj ç'a do të thosh. Sikur se çdo njeri që po e përshkaton apo e varen, i thotë folë fjalën e fundit. Të ka ardhur momenti me fol fjalën e fundit. As du kerr, as du makinë, as du pushtet, as du post, as du fam, as du para, as du florin. Por o Zot, me që ma pas ka lanë edhe këtë 5 sekondësh, do të them la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. O Zot, më ban mi nasib xhenetin dhe më largo nga zjarri i xhenetit. Vetëm çto fjalë. Me këtë fitove dunjan dhe ahiretin. E fitove dunjan dhe ahiretin në 5 sekonda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. O Zot, më ban mi nasib xhenetin dhe më ruaj nga zjarri i xhenetit. Janë fjalët më vlerë dhe inshallah me këto fjalë ja dorëzofshin shpirtin të madhit Zot. Ja Rabbil Alamin, fundi i jon art me këto fjalë. Pasi që neve ma nuk qenë kemi në këtë dunja, pas një kohë shumë të shkurtë, maksimumi një shekull, në ardhë përfundimi i kësaj jete, pikërisht me dëshminë se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi a.s. është robë dhe dërguari i tij, Zoti na e baf mirësip xhenetin, Zoti na ruaj nga zjarri i xhenemit, ja Rabbil Alamin. Ela aina sanal kalami wa ablaga